Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të komentuar rreth ngjarjeve dhe dinamikave që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Tensionet janë shumë të larta. Urrejtja, inati që është krijuar në këtë lojë, fatkeqësisht është krijuar një inat personal. Rogerti ditën e sotme, siç duket e humbi pak kontrollën në raportin me Selin, duke hedhur fjalë nga më të tmerrshmet. Rogerti, teksa po qëndroni në verandë, besoj që e keni parë të gjithë të skenën, ishin duke pirë kafen dhe Selin ishte ulur pranë shkallëve së bashku me Gimbon, po merrnin rreze dielli, ndërsa Rogerti po përgatiste një kafe tek banaku i Lori Kafes. I tha Selinës një fjalë që në fakt Selina e bëri dram këtë fjalën dhe realisht është për ta bërë dram brenda shtëpisë, duke i thënë që ti miri ta ka palu në krevat. Domethënë, fjala ta ka palu në krevat, ju e kuptoni shumë mirë se çdo të thotë, është një fjalë e tmerrshme. Nuk i thuhet një vajze, edhe sikur të ishte e vërtet kjo gjë, nuk i thuhet një vajze, sepse do me thënë kalon jashtë çdo normaliteti dhe kalon jashtë çdo loje brenda asaj shtëpie. Selin dhe Rogert kanë një luftë brenda vetes që në fakt është e pashpjegueshme. Tani Rogerti nuk e shpjegoi atë se çfarë tha. Miri nuk foli fare, Selina e goditi dhe Mirin, i tha pse nuk flet, e shikon që flet në emrin tënd, apo të leverdisin këto që ai thot, ti je njëri pa ftyrë, ti je turp fare, ti je llumi fare. Do me thënë, degradime, një gjuhë e përdorur aty brenda që realisht është tepër e turpshme. Rogerti nuk dha asnjë lloj shpjegimi pse e tha këtë fjalën, por e pash që në momentin kur ul tek divani, në verandë ndjeshte pak i lënduar brenda vetes, ndoshta u pendua që ja tha këtë fjalën Selinës. Tani nuk është e bukur që ndaj një femrës 23 vjeç të thuash fjalë të këtilla dhe të denigrosh kaq shumë imazhin e Selin. Dhe Selina ka shumë vet kontroll, sepse në një moment e humbi vet kontrollin e tha do t'ja gjuaj këtë gotën në kokë, sepse ofendimet janë shumë të rënda nga ana e Rogertit. Tani, të ka palu dhe ta ka palu ka disa kuptime, por kur flasim për krevatin, dihet se çfarë kuptimi ka. Unë mendoj që produksioni në këtë rast duhet të merr masa serioze dhe duhet të shikon situatat në formën serioze, sepse nuk mund të tolerohet më një njeri i cili ofendon deri në këtë nivel. Rogerti në mendjen e tij, ndoshta nuk mund t'i ketë me këto lloj shpjegimesh, këto lloj ofendimesh, por tek publiku dhe atë se çfarë dëgjohet edhe thuhet, është kjo që unë e them. Dhe realisht është e tmerrshme të dëgjosh fenomene të këtilla, të dëgjosh raste të këtilla në një reality show siç është Big Brother. Dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje që sapo ka ndodhur.